Në studio vjojnë me programin Shtypi Ditës dhe ju në këto momentet ka mundësi që të vjojmë një diskutim me një analizë me bisedën që ka të bëjë me zhvillimet në arenën ndërkombëtare kryesisht në lindjen e mesme dhe zhvillimet e orëve të fundit dhe do ndalim pak shkullimisht po gjatë bisedës edhe në lidhje me fushatën zyrtarisht një sot në Kosovë për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit atje. Kam në komunikim të drejt për drejt, i them mirë mëngjes dhe përshëndetem me kënaqësi me Marlind Laçin, ekspert për marrëdhëniet ndërkombëtare. Marlind, mirë mëngjes, përshëndes, faleminderit dhe kënaqësi që jemi së bashku. Mirë mëngjes, Andi, faleminderit dhe kënaqësia është e ime. Unë do ta nis bisedën, le të themi ato zhvillimet e orëve dhe minutave të fundit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta me atë idenë e vetmbrojtjes, ju mund të ma thoni më mirë, por kanë sulmuar një tjetër, po themi, bazë ushtarake në Iran dhe pas daranët prap garda revolucionare është kundër përgjigjur. Çfarë do të thotë kjo? Sepse nga ana e SBA-ve është sulmi i dytë brenda 3 ditësh. Çfarë po lëviz? Në një moment që u tha 2-3 ditë e fundit që edhe marrëveshja është shumë pranë. Faktikisht marrëveshja ka qenë shumë pranë, paktën akordet e Islamabadit, të gjithë atij procesi që po mbahet në Islamabad për të rënë dakord që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani shkërtet paqes, tashmë janë minuar pasi Presidenti Trump ka urdhëruar ushtrinë amerikane për të goditur një bazë raketore në Iran dhe gjithashtu Garda Revolucionare IRGC-ja ka goditur drejt objektivave amerikane dhe duket sikur i gjithë konflikti tashmë po rikthehet edhe një herë në fazën e nxehtë, pasi ishte në një fazë ftoje ku palët deri diku kishin arritur disa pika të përbashkëta. Por të paktën ne kemi parë planin me 10 pika që u bë publik para rreth 30 ditësh, i cili përfshinte të paktën ndalimin e pasurimit të uraniumit iranian për 5 apo për 10 vite të ardhshme, gjë që do e privonte Iranin nga disponimit bombës bërthamore, por nga ana tjetër ishin disa pika të cilat le të themi e shkatronin interesin amerikan në lindjen e mesme, një interes që duhet thënë që është ngritur për rreth 70 apo 75 vite me radhë, dhe si duket kjo gjë nuk i ka pëlqyer presidentit Trump, pra bëhet fjalë për një pikë e cila përfshin shkëputjen e të gjithë bazave amerikane nga lindja mesme dhe de facto kjo do të thonë krijimin e Iranit si një fuqi hegemonike në lindjen e mesme dhe si një fuqi e cila do vendosë fatet e këtij rajoni, duket se presidenti Trump nuk e ka pranuar këtë pikë dhe më pas kanë vijuar edhe manovrat ushtarake, siç famë edhe ditën e dieshme. Ju kuptoj. Në këtë situatë, Marlind, jemi më pranë rinisjes luftës apo edhe marrëveshjes, ose në çpik mund të themi me marrëveshjen? Mund të diskutohet më në lidhje me një marrëveshje ku nga ana tjetër presidenti amerikan po lexojmë fakt me vëmendje deklaroi që marrëveshjen për ne ose për mua duhet të jetë perfekte, sepse unë ndryshe nuk i futa kot kësaj pune, po e them edhe me fjalë thjeshtë. Po patjetër, të dy palët duket se kanë ngecur në këtë konflikt, sigurisht që presidenti Trump nuk e ka kalkuluar mirë fuqinë ushtarake për ta dërguar në ngushticën e Hormuzit, ai sa ka sjellë pasojë katastrofike në Hormuz, pasi Garda Revolucionare ka vendosur që mos të heqë dorë më nga kontrolli apo patronazhimi i ngushticës së Hormuzit, gjë e cila do krijonte një avarit të jashtëzakonshme në tregun e hidrokarburëve, pasi çdo anije që kalon në ngushticën e Hormuzit sigurisht që ka, domethënë, pasoja selektive për aq kohë sa Garda Revolucionare lejon apo nuk lejon disa flamuj apo lejon disa flamuj të tjerë. Nga ana tjetër ka vendosur taksoj për çdo fuqi nafte $1 dhe kjo do stillte rritje akoma më të madhe të çmimit të hidrokarburëve.